Mirëmëngjes. Siç edhe kemi bërë me dije, sot mbledhjen e grupit do ta fillojmë me prezantimin e një nisme të ndërmarrë nga 3 anëtarë të grupit ton parlamentar, si deputet firmtar, kryeministri Edi Rama, unë si kryetari i grupit, edhe kryetari i Komisioneve për Çështje Ligjore, bëhet fjalë për një nismë ligjore e cila bazohet sikurse e përcakton kushtetuta në nenin 81, por dhe në nenin 68 rregullores për disa ndryshime në ligjin për kodin e procedurës penale në Republikën e Shqipërisë. Kjo nisëm synon që të adresoj një mangësi që ka në rastin e përcaktimeve në nenin 242 të kodit procedurës penale dhe për ta sqaruar më së miri për publikun, dua që t'ja kaloj fjalën në fillim kolegut Ulsi Manja, i cili të bëj prezantimin e nismës. Ulsi, fjala për ty. Mirëmëngjes, nderuar koleg. Unë do ta prezantoj nismën, siç e tha edhe kryetari i grupit, si deputet propozues, së bashku edhe me kryeministrin dhe kryetarin e grupit parlamentar. Sot në këtë nisëm të tre së bashku jemi në rolin e deputetëve propozues të një nisme që unë do ta konsideroja normale në veprimtarinë e një parlamenti dhe të një deputetit Kuvendit të Shqipërisë. Është një nisëm që synon të plotësoj një boshllok ligjor në nenin 242 fraksion 2, pra paragrafi 2 të kodit të procedurës penale, por përpara se sa të sqaroj se cili është qëllimi i këtij propozimi, kuadri normativ ligjor, natyra juridike e ndryshimit propozuar dhe argumentimi kushtetues dhe hierarkinë e normave në propozimin që ne bëjmë, më lejoni të bëj prezantimin e nismës. Çfarë propozojmë konkretisht në nenin 242 të kodit procedurës penale? Ky nen ka të bëjë me masat ndaluese që ka kodi i procedurës penale. Dhe në pikën 1 të këtij neni sqarohet kompetenca që ka gjykata në caktimin e masave ndaluese që janë 2. Pezullimi nga detyra, që është një masë gjyqësore që garanton hetimin, dhe ndalimi i ushtrimit të një veprimtarie të caktuar që është përsëri një masë ndaluese, por që lidhet me dënimin, me vendimin përfundimtar që shqipton gjykata. Nuk jemi tek kjo e dyta, por jemi tek pezullimi nga detyra. Në pikën 2 të këtij neni thuhet masa e pezullimit nga detyra nuk shtrihet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe referuar kodit zgjedhor, sipas ligjit elektoral sot në Shqipëri zgjidhen anëtarët e këshillave bashkiake, kryetarët e bashkive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ne propozojmë që në pikën 2, pra të shtohet rrethi i subjekteve ndaj të cilëve nuk mund të jepet si masë pezullimi i ushtrimit të funksionit, pra pezullimi nga detyra. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Pra, nga 3 subjekte ndaj të cilëve neni 242 i kodit procedurës penale e përjashton masën e pezullimit nga detyra, i shtohen edhe 7 subjekte të tjera. Pse kemi zgjedhur këto 7 subjekte? Jemi referuar strikt Kushtetutës Republikës Shqipërisë, burimit. Këto janë institucione që burojnë drejt për së drejti nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe që përbëjnë
shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës dhe të shtetit në Republikën e Shqipërisë. Pra, janë themelet e shtetit demokratik Shqipëri. Tani cili ka qenë qëllimi i projektligjit që ne propozojmë? Qëllimi i ndërhyrjes është garantimi i funksionimit normal, të pandërprerë dhe kushtetues të institucioneve më të larta të shtetit, duke ruajtur të paprekura kompetencat e prokurisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale. Ndryshimi nuk synon të kufizojë jurisdiksionin penal dhe as krijoj paprekshmëri individuale, por të vendosë një balancë ndërmjet ushtrimit funksioneve kushtetuese dhe nevojës për të garantuar rendin juridik në përputhje me nenin 7 kushtetutës që sankcionon parimin e ndarjes dhe balancimin e pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Tani, duhet të bëjmë të qartë në aspektin e kuadrit normativ dallimin ndërmjet masave. Është shumë e rëndësishme të bëhet me dije për opinionin publik, por dhe për kolegët deputet. Kodi i procedurës penale bën një dallim të qartë ndërmjet masave shtrënguese dhe ndërmjet masave ndaluese. Masa shtrënguese parashikohen në nenin 232 të kodit të procedurës penale dhe janë masa sigurimi personal që kufizojnë drejt për drejt lirinë fizike të individit, duke filluar që me ndalimin e daljes së shtetit, detyrimin për paraqitje, garancinë pasurore dhe përfundojnë me arrestin në shtëpi ose arrestin në burg. Këto masa prekin drejt për drejti lirinë personale që garantohet në nenin 27 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe vendosen vetëm me vendim gjykate. Masat ndaluese, parashikuara në nenin 240 kodit procedurës penale, kanë karakter funksional dhe konsistojnë në pezullimin e ushtrimit një detyre apo shërbimi publik. Pra, ato nuk kufizojnë lirinë fizike të individit, por ndikojnë drejt për drejti në ushtrimin e ndikimit të një funksioni kushtetues të rëndësishëm për funksionimin e shtetit. Ndryshimi që ne propozojmë në nenin 242, paragrafi 2 të kodit procedurës penale, duhet jemi të qartë. Nuk prek strukturën e masave shtrënguese, nuk ndryshon kriterin e aplikimit të tyre nga gjykata dhe nuk cënon kompetencën e gjykatës për caktimin e tyre sipas ligjit. Pra, ndërhyrja që ne propozojmë ka natyrë proceduriale dhe nuk përbën zgjerim të imunitetit kushtetues. Të jemi të qartë. Ne me këtë ndryshim nuk po synojmë të zgjerojmë imunitetin kushtetues të zyrtarëve publik apo funksionarëve kushtetues Republikën e Shqipërisë. Pra, ne nuk i prekim fare dispozitat kushtetuese që rregullojnë imunitetin e funksioneve të caktuara dhe nuk shtojnë privilegje individuale me këtë ndryshim. Absolutisht. Subjektet që ne përfshim të ky ndryshim mbeten plotësisht të hetueshme dhe të ndjekshme penalisht. Organi i akuzës e ruan të drejtën për të kryer hetime dhe për të ushtruar ndjekjen penale. Gjykata ruan kompetencën për të vendosur masa sigurimi personal në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, por ndryshimi synon një trajtim procedurial të diferencuar për funksione të caktuara kushtetuese, në mënyrë që ushtrimi i tyre të mos pengohet në mënyrë të panevojshme, duke respektuar parimin e proporcionalitetit dhe balancën institucionale. Argumentimi kushtetues duke u nisur nga hierarkia e normave. Projektligji vjen në përputhje me nenin 4 të Kushtetutës, 18 të Kushtetutës dhe me nenin 116 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, që ka të bëjë neni 4 parimi më i rëndësishëm i shtetit të së drejtës, neni 18 parimi shumë i rëndësishëm i barazisë para ligjit, neni 116 i Kushtetutës që flet për supermacin e Kushtetutës në hierarkinë e normave në shtet, dhe neni shumë i rëndësishëm që është neni 7 i Kushtetutës që ka të bëjë me ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Ky ndryshim që ne propozojmë nuk ndërhyn kompetencat e pushtetit gjyqësor, nuk e kufizon jurisdiksionin penal, por harmonizon ushtrimin e funksioneve kushtetuese me procesin penal. Parimi i proporcionalitetit respektohet, pasi ndërhyrja është e kufizuar, nuk heq përgjegjësinë penale, nuk pengon hetimin apo gjykimin, por vetëm rregullon mënyrën e aplikimit të një mase të caktuar ndaj funksioneve të nivelit kushtetues.
sepse siç e dim, edhe siç e ka mbajtur qëndrimin e vazhdueshëm edhe Komisioni i Venecias, që i ka trajtuar gjerësisht çështjen e imuniteteve, çështjen e barazisë para ligjit, çështjen e proporcionalitetit në ndërhyrjen e pushteteve tek njëri tjetri, apo çështjen e balancës ndërmjet pushteteve, kur ka trajtuar imunitetet kushtetuese apo imunitetet procedurale, është shprehur shumë qartë që pezullimi nga detyra është një ndërhyrje e tërthort e sistemit gjyqësor në pushtetet e tjera, çka çon në një shkarkim de facto të një funksionari publik që është bartës i një funksioni kushtetues. Pra është baras me shkarkimin. Çfarë garancish ofron ndërhyrja që ne propozojmë ndaj sistemit drejtësisë? Është në harmoni të plot me të gjithë këto parime kushtetuese që unë listova, duke filluar me nenin 4, 7, 18 dhe 116 kushtetutës. Sistemin projektligji nuk e cënon fare pavarësinë e prokurisë dhe gjykatave. Hetimi penal, ndjekja penale, masat e sigurimit personal ndaj personave që kryen vepra penale në funksion apo jashtë funksionit nuk cënohen nga ky ndryshim, por edhe gjykimi penal nuk pengohet nga ky ndryshim. Organet e drejtësisë vazhdojnë të ushtrojnë kompetencat e tyre në përputhje të plot me kushtetutën edhe ligjin. E thash pak më parë se pse zgjodhëm këto funksione. Burimi nga burojnë këto organe. Për ata që janë jurist, përdoret një term latin edhe në arsyetimet që bën gjykata kushtetuese, ratione materae. Për shkak të nënës, po ta përkthem nga latinishtja. Pra, burimore, organe burimore kushtetuese, burojnë drejt për drejti nga kushtetuta. Fillon me nenin 60 avokati i popullit, me nenin 86 presidenti i Republikës, i kushtetutës, me nenin 95 të kushtetutës Këshilli i Ministrave, dhe këtu dua të jemi qartë, nenin 95 i kushtetutës në paragrafin e parë thot, Këshilli i Ministrave përbohet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Është marrë motamo parashikimi që bën nenin 95.1 e kushtetutës. Vazhdohet me nenin 124 që është gjykata kushtetuese dhe me nenin 162 kushtetutës që është kontrolli i lartë i shtetit. Pra këto janë shtyllat kryesore të shtetit në Shqipëri. Deputetët e Kuvendit Shqipërisë, pra kuvendi që është bartësi i sovranitetit popullit, vazhdohet me presidentin e Republikës, simboli i unitetit kombit sipas kushtetutës, vazhdohet me avokatin e popullit që është gardiani të drejtave dhe lirive të njeriut i definuar në kushtetutë, shkohet me Këshillin e Ministrave, pra kryeministri, zëvendës kryeministrin dhe ministrat si pushteti ekzekutiv në Shqipëri, me ato detyra dhe kompetenca që ka të përcaktuara në kushtetutë, shkohet me antarët e gjykatës kushtetuese që janë gardianët e kustetutës, janë rojtarët e kustetutës, dhe me kontrollin e lartë shtetit që i kemi besuar të auditoj llogaritë e shtetit, financat dhe llogaritë e shtetit. Këto janë institucionet, pra bartësit e këtyre institucioneve që ne kemi parashikuar të tre si deputet në nismën tonë. Në përfundim, projektligji, sipas vlerësimit tonë si propozues si nismëtar, përfaqëson një ndërhyrje të balancuar dhe të harmonizuar me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, respekton frymë dhe ngërmë nenet 4, 7, 18 dhe 116 të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë, nuk zgjeron imunitetin kushtetues, nuk cënon pavarësinë e sistemit drejtësisë dhe nuk kufizon kompetencat e prokurisë apo të gjykatës. Ndryshimi ka natyrë tërësisht procedurale dhe synon garantimin e funksionimit normal të institucioneve kushtetuese në përputhje me parimin e shtetit të së drejtës dhe me balancën ndërmjet pushteteve. Për këto arsye, projektligji që ne paraqesim sot si nismëtar do të kërkojmë që të futet në procedurë parlamentare për të vazhduar me shqyrtimin në komisione e më pas në seancë plenare. Kjo ishte nisma
edhe qëllimi dhe arsye që ne e propozojmë nismën. Shumë faleminderit. Faleminderit, Ulsi. Do doja shtoja edhe një fakt tjetër që jemi në kushtet që gjykata kushtetuese nuk arriti të merrte një vendim për rastin konkret, prandaj i kërkohet legislativit që të ndërhyjë në këtë rast me nismën e 3 deputetëve. Loni t'ja fjalën kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Faleminderit. Ulsi u bëri paraqitjen në terma strikt juridik. Unë duhet bëj anën tjetër të medaljes në terma logjik dhe politik. U tha këtu nga Taulanti edhe nga Ulsiu, mos gabohem, po edhe kam dëgjuar nga të tjerë që ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Dhe natyrisht, kur them boshllëku në trut atyre që nuk i dhanë drejtim, kam parasysh jo personat veçantë, po kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vet. Sepse nuk është nevoja të jetë çdo gjë e shkruar në gërmën e ligjit, nëse në frymën dhe gërmën e kushtetutës janë të qarta orientimet për të gjithë ata që jetojnë nën atë kushtetut. Dhe faktikisht, ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë e këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Kaq duhet mjaftonte për ta mbyllur këtë debat absurd dhe për të mos u hedhur 100 veta pas një budallaj që hedh një gur në lum. Por ja që nuk ndodhi kjo. Nuk mjaftoi fakti që nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë, një i vetëm, ku t'jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror dhe një gjykatës. Nuk mjaftoi fakti që nuk ka ndodhur asnjëherë një i vetëm rast, dhe e them këtë me përgjegjësi të plotë, sepse i kemi parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike që t'jetë pezulluar një antar kabineti për t'i dhënë drejtim këtij procesi. Por në vend se të merret një vendim
i bazuar në arsyen kushtetuese, merret një vendim i bazuar në arsyet politike dhe në nevojat e brendshme të njërit e tjetrit për të mbajtur ekuilibra politik. Dhe këtu duhet theksoj diçka që nuk është thjesht në Shqipëri, është edhe në vende më të zhvilluara se Shqipëria, që ne kemi antarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kur një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë. Tani, vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri i ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë. Shumë e thjesht. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që jep pushtetit gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Dhe që patjetër vazhdojmë ta garantojmë ne dhe do vazhdojmë ta garantojmë deri kur të bëhet një pavarësi e pakthyeshme nga askush. Dhe vendosja e këtij kufiri është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe një ndarje tjetër që e vëre me keqardhje nuk ekziston në mendjen e shumë kujt. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Jo, kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtete të pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi, edhe ekzekutivi. Tani, për çfarë jemi të pavarur ne në raport me gjyqësorin? Dhe ku gjyqësori nuk duhet ta imagjinoj se mund të hyjë në territorin ton. Kur them ton, kam parasysh ne sot, të tjerët nesër mbas nesh, por kam parasysh pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv që buron nga i pari, por që është i pavarur edhe ky nga i pari. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Dhe ai pushtet i pavarur prej nesh është pikërisht për të vigjiluar nëse vendimet tona janë vendime të cilat burojnë vetëm nga qëllimet e shpallura. Për të vigjiluar bazuar mbi prova dhe mbi fakte. Jo për të vigjiluar bazuar në vënien në dyshim të çdo vendimi dhe në marrjen e vendimit të pezullimeve si të ishin simite, njerëzit që pezullohen. Dhe këtu nuk kam fare parasysh rastin konkret të qeverisë, kam parasysh një sër drejtuesish të agjensive shtetërore që janë pezulluar pa asnjë arsye. Duke bërë pezullimin e institucionit psikologjikisht në këtë rast, jo se nuk zëvendësohet dot drejtuesi, sepse drejtuesit janë pezulluar, janë zëvendësuar, po kjo histori e goditjes vazhdueshme të burimeve njerëzore të këtij vendi dhe të administratës së këtij vendi, bazuar në të ashtu quajturin në thojza dyshim të arsyeshëm, është një histori me cilën
Unë personalisht nuk pajtohem dhe ne nuk mund dhe nuk do pajtohemi. Sepse cënohet pikërisht ajo që thash. Territori i pavarësisë kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe territori i të drejtave dhe lirive të njerëzve të cilët duhet të qeverisin dhe të administrojnë punët e këtij vendi. Thënë të gjitha këto, qeverisëm thjesht dhe vetëm adreson boshllëkun mendor të shoqërisë son po doni, që lidhet me faktin se për shkak se fryma e kushtetutës dhe orientimet themelore të kushtetutës nuk mjaftojnë, praktikat e të gjitha vendeve të cilave ne u ngjajmë apo përpiqemi të ngjajmë dhe më shumë nuk mjaftojnë, atëherë duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion, në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllëk. Kjo është arsyeja pse ne e bëjmë të nenë këtë ndryshim. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu si kundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo mas apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Jo. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur sa që një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestojë vetën e vet. Se përveç personit prokurorit që ka lëshuar 33 masa arresti, nuk ka mbetur askush pa u arrestuar. Pa filluar gjyqi akoma, arbitraritet total. Dhe fatmirësisht nuk jam unë që i them këto, unë jam thjesht një zë, pasi këto thuen dhe stërthuen nga Këshilli i Europës, nga Komiteti për parandalimin e torturës në Këshillin e Europës, nga raportet e Këshillit të Europës, ku Shqipëria për faqen më të zezë të gjitha atyre që ja kanë vënë këtë njoll, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, po të gjithë kontinentit evropian, rrot më rrot me Rusin për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top. 58% e njerëzve që sot janë mbrapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Sigur dhe një prej tyre të jetë i pafajshëm, ky është një problem. Por besoj që probabiliteti është shumë më i lartë se kaq. Futen në paraburgim dhe harrohen brenda. Kjo nuk është diçka me cilën ne mund të pajtohemi dhe ne nuk do të pajtohemi. Dhe për sa i përket pastaj çështjes së rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen.
i kam atje në dosje. 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqje. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe janë falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Kujt më tregon Gjermanin apo më tregon Danimarkën, i them këtë. Jemi në kushte tërësisht të ndryshme. Në Shqipëri jemi në një fazë revolucionare, transformuese, rrënjësisht përmbysje të një sistemi të kalbur, të një historie ku tradita ka qenë dhe mbetet problemi më i madh për të ndërtuar një sistem gjyqësor demokratik, sepse është një traditë që shkon në të kundërtën e lirisë dhe natyrisht jemi në kushtet kur duke i dhënë pavarësinë e plot pushtetit gjyqësor, duke ngritur struktura speciale për të luftuar ne që jemi ata të cilët duhet të qeverisim në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që të jemi të vëmendshëm për të ruajtur pikërisht balancën që në mënyrë të përsëritur rrezikon të prishet nga aventurizmi i një prokurori këtu, i një gjykatësi atje. Kjo nuk mund ndodhi. Dhe në ndërkohë duhet jemi shumë të qartë për një gjë tjetër. Kur vjen puna tek personat me ta shtuqyetën imunitet, në Shqipëri nuk ka imunitet ndaj hetimit. Në Shqipëri ka imunitet vetëm për të siguruar që liria e personit, liria individuale e personit cënohet vetëm me një arsye të fortë. Nuk ka imunitet ndaj hetimit në Shqipëri. Në Gjermani duhet shkosh të kërkosh leje që të fillosh hetimin, siç që kemi pasur ne shumë vite përpara. Edhe në shumë vende tjera të Europës duhet shkosh kërkosh leje të fillosh hetimin. Në Shqipëri nuk i merr leje askujt për të filluar hetimin dhe mund vendosësh në hetim këdo qoftë, presidentin, kryeministrin, ministrat, këdo qoftë, me të gjitha instrumentat që ka hetimi dhe askush të pengon. Kur vjen tek imuniteti për të kërkuar kufizimin e lirisë, aty pastaj nuk është më çështje e hetimit, çështje e personit. Dhe aty sigurisht që ka një proces tjetër paralelisht që ne do ta zhvillojmë duke qenë shumë të vëmendshëm dhe natyrisht gjithmonë në respekt të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të drejtësisë për të bërë punën e vet. Por ama secili duhet ta bëjë punën e vet. Nuk jemi këtu që drejtësia të bëjë punën e vet, ne të bëjmë punën e drejtësisë. As në sensin pozitiv, as në sensin negativ. Ne jemi këtu për të qeverisur, për të marrë vendime, për të çuar përpara proceset tona, për të realizuar programin tonë qeverisës, për të mundësuar zhvillim ekonomik,
Dhe natyrisht që unë jam shumë i ndjeshëm kur shoh që dhe vetë zhvillimi ekonomik vihet në pikpyetje nga tkurrja për shkak të presionit madh. Të bësh 40 kontrolle banesash ditën e vitit të ri, do të thotë që të mos kesh asnjë ide për efektin psikologjik mbi shoqërinë, e cila është e gjitha e mbyllur nëpër shtëpia me familjet e veta dhe në televizor o do shikoj këngë dhe valle se është vit i ri, është dita e vitit të ri, o do shikoj se si shkohet nëpër banesat e gjithë dynjas për çështje të para 5 vjetëve. Këto janë gjërat cilat janë eksese revolucionare në një kohë revolucionare. Kohë revolucionare e kemi stimuluar vetë, s'kam asnjë pendes për këtë, e bëjmë të diskutim edhe kur nuk ka kamera, edhe e di shumë mirë që shumë prej jush si shumë të tjerë janë të zhgënjur, unë jo. 100 herë të kthehesha, 100 herë do bëja të njëjtën gjë dhe e them këtë siç e them jashtë kamerave. Sepse nëse s'do e bënim këtë dhe nëse s'do ta vazhdojmë këtë përpjekje, nuk do ketë kur drejtësi të pavarur në Shqipëri edhe një gjenerat tjetër. Kjo është rruga me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha problemet e veta dhe ne duhet të bëjmë çmos të ruajmë balancën. Sepse po aq e rëndësishme sa përpjekja për drejtësinë e pavarur është dhe përpjekja për një administratë publike të mbrojtur dhe eficiente. Punojësit e administratës nuk janë mish për top të askujt. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Është bërë e patolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si të ishin ftesa për dasëm. Një punojës e administratës model, që ka 5 vjetë që lufton me kancerin, që është me një fëmijë 2 muajsh, nuk mund të arrestohet pa pasur asnjë lidhje fare vetëm sepse institucioni prezumohet se ka një lidhje me temën. Çfarë janë këto? Ku jemi ne këtu? Dhe një gjë shumë e saktë dhe shumë interesante që e kam dëgjuar nga grupi i punës që po punon me Ministrinë e Drejtësisë së Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi shumë nga këto çështje që kanë bëjnë me lirinë, ishte ndërhyrja në diskutim e një profesore të drejtës penale franceze që punon me ne, e cila pasi mori pjesë në disa diskutime na tha një gjë që është për ta mbajtur vath në vesh gjithë. Në shkrimin e kodit penal, demokracitë udhëhiqen nga liria, diktaturat udhëhiqen nga heqja e lirisë. Dhe problemi kryesor që ju keni, tha, duke dëgjuar gjithë diskutimet tona, është se ju jeni akoma në mentalitetin që kodi penal bëhet për të hequr lirinë. Kodi penal nuk bëhet për të hequr lirinë, kodi penal bëhet për të garantuar lirinë. Që do thotë që heqja e lirisë është ekstremi i domosdoshëm për të ruajtur balancat e shoqërisë, por nuk udhëhiqet shoqëria nga si t'ja heqim lirinë njerëzve për çdo gjë, dhe në çdo rast dhe kudo ku na jepet mundësia. Këto janë tema të mëdha të cilat ne do duhet t'i përballim sepse janë të pashmangshme në një proces kur ne kemi vetëm 35 vjet që jemi të lirë dhe s'kemi asnjë vit akoma që jemi në një sistem demokratik të konsoliduar me një shtet të drejtës që i garanton të gjitha këto dhe që s'ka nevojë fare as t'i bëjmë debat
dhe me një sistem drejtësie të pavarur prej vetëm 10 vitesh në letër dhe prej vetëm 5 vitesh në realitet. Tradita jonë është e tmerrshme. Tradita jonë është armiku ynë më i madh i të gjithëve ne, shqiptarëve. Filja jonë e brendshme për gjak, për të parë tjetrin me këmbët lartë dhe me kokën poshtë, vjen nga e kaluara dhe është një problem themelor për të ardhmen tonë. Dhe këtë ne do ta mbajmë parasysh. Duke e mbyllur, dua të them që nisma thjesht dhe vetëm adreson një juristët e quajnë boshllëk, unë them një problem që nuk duhet shfaqet më, ose duhet i shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbërinë e gjykatësit që i shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Kjo është kaq dhe është e thjeshtë. Ndërsa rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisë. Dhe kush i lidh të dyja duhet ketë parasysh që edhe në aspektin kohor, nëse unë nuk gaboj në llogarinë e kohës, Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kaloj në vot ky ndryshim. Kështu që s'ka asnjë lidhje me rastin konkret. Kjo është dhe natyrisht që për aspektin tjetër nuk është kjo dita për të folur. Do flasim në momentin e dur kur të bëhen gjitha procedurat e tjera. Këto kisha unë. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Siç e tha me drejt kryeministri, kjo është një nisëm e cila prek kodin e procedurës penale, nuk shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar sipas parashikimeve që ka kushtetuta. Ndërkohë që në fund të këtij komunikimi dua të them edhe diçka të fundit që ka të bëjë me garancitë ndaj sistemit drejtësisë për t'i përmbledhur ato që u thanë. E para, mbi të gjitha, nuk cënohet pavarësia e prokurisë dhe gjykatave me këtë nismë që kemi ndërmarrë. E dyta, hetimi penal, ndjekja penale dhe gjykimi mbeten të paprekura. E treta, kompetencat e organeve drejtësisë mbeten të paprekura sipas kushtetutës dhe sipas ligjit. E katërta, nuk krijohet asnjë mburoj ndaj përgjegjësisë penale. Dhe e pesta, nuk përjashton asnjë subjekt nga jurisdiksioni penal. Për të qenë të qartë, 5 arsye për të cilat paprekshmëria dhe pavarësia e sistemit drejtësisë garantohet edhe përmes kësaj nisme. E mbyllim këtu këtë komunikim publik. Faleminderit mediave për të kaluar në një diskutim më të gjerë brenda grupit ton parlamentar.